Tre të rinj që mbetën të plagosur me armëzjarri mbrëmjen e së hënës në një lokal në lagjen vullnetari në qytetin e Elbasanit kanë lënë spitalin vetëm 2 orë pasi morën ndihmën mjekësore. Burimet spitalore bëjnë me dije se Bjorgi Hoxha, 19 vjeç, Armando Morica, 32 vjeç dhe Ronaldo Mançe, 31 vjeç, ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore dhe janë kthyer në banesat e tyre. Sipas të dhënave paraprake, njëri prej të lënduarve ka marrë një plag të lehtë në shpatull, një tjetër në këmbë, ndërsa personi i tretë ka pësuar vetëm një ngërvishtje nga plumbi. Në vendin e ngjarjes, ekspertët e policisë shkencore kanë gjetur dhe sekuestruar 6 gëzhoja, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizës balistike. Hetimet janë përqendruar në disa pista për të zbardhur motivin dhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Policia ka siguruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë së lokalit dhe të bizneseve përreth, ndërsa janë marrë në pyetje dhe 3 personat e plagosur me qëllim rindërtimin e çdo momenti të sulmit dhe identifikimin e autorit. Një element i rëndësishëm i ngjarjes është se në momentin e të shtënave në ambientet e lokalit ndodhej një oficer policie jashtë shërbimit. Menjëherë pasi ka dëgjuar krizmat, ai ka dalë jashtë dhe është vënë në ndjekje të autorit. Gjatë arretisjes, autori ka hedhur armën e zjarrit, por ka mundur të largohet në thellësi të lagjes duke humbur gjurmët.